Media shqiptare po përballet me sfida serioze për shkak të përhapjes së dezinformimit dhe mungesës së verifikimit të informacionit. Kjo ishte tema e tryezës organizuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive. Kryetaria Amas Armela Krasniqi në fjalën e saj theksoi domosdoshmërinë e raportimit profesional dhe të saktë. Nuk do të rresh së bëri thirrje medias për raportim sa më profesional, për dhënien e informacionit të konfirmuar nga shumë burime dhe të saktë, për përgjegjshmërinë dhe rëndësinë që ka raportimi i dur në informimin e publikut. Pjesë e diskutimit ishin gazetarë, ekspertë të medias dhe shoqërisë civile, të cilët prezantuan të dhëna shqetësuese mbi mungesën e verifikimit të lajmeve dhe ndikimin e presionit të kohës në cilësinë e raportimit. Duke reflektuar këtë realitet, pjesëmarrësit u ndalën në nevojën për masa konkrete si edukimi mediatik në shkolla, forcimi standardeve për median online dhe bashkëpunimi me organizatat e verifikimit të fakteve.